delegim. Pra, me delegim ka pasur një ide për një zgjidhje politike, me Robaze e ka rredhur i pari, po e them, e ka thënë publikisht. E bëri një herë ai këtë. Që me delegim. Mbamën që deleguat në kryetare? Po më dëgjoj më burr tani ta mbaroj tash lëret, unë po të them tjetër gjë ti do dalësh te Sara me atë, po le tani më dëgjoj, se kam timen. Sot mundet të marri thonte një zgjidhje politike që kjo është në interesin e të gjithëve, është të marri Ogerta Marastiliun dhe ta vëj atë. Nëse nuk do të shkoj drejt një përballje me Ramën, a mundet ose minimalisht a do të pres Veliaj një sugjerim nga Rama për delegim apo do të vendosë atë që ai mendon se do duhet? Ta bëjmë para atje të përgjigjem shpejt. Po, mbargjy shpejt. Atë ky vendim i gjykatës kushtetuese për mua, Erion Veliaj thjesht i ka dhënë një argument fort në dorë për të ulur në negociat me Ramën. Ai s'mund të bëj dot asnjë gjë tjetër nga këto që thotë ti. E para, e dyta, Edi Rama do ta drejtojë bashkinë. Kto që po them unë pra po të ta them për këtë Rama. Po Rama do ta drejtojë bashkinë siç e ka drejtuar deri tani. Si e ka drejtuar? Po me një anduel tjetër. Çfarë problemi ka? Rama del dhe vete. Pati e arrestoi policinë bashkiake. I rreshtoi atje të gjitha të ndërmarrjes komunale. Ata ti ka vënë rreshtë, kush e pengon atë? Ai sot komandon çdo gjë më. Ai mund të çojë një me që diella është 7 zanë me 83 klysht ai, një nga klysht e diellës e çon atje. Kush do ta pengojë, ma thotë ti? Opozita. Kush do të pengojë? Gjykata kushtetuese. Kush do të pengojë? Kalojmë në një pauzë të shkurtër publicitare, rikthehemi për të folur për akuzën ndaj Belinda Ballukut. Ju kujtoj që jo më larg se sa sot dhe 5 vartë të saj janë marrë në akuzë. Është ajo që tha Hoxha pak më parë. Disa që duket sikur ishin lart deri të premten, sot janë poshtë dhe ata që ishin poshtë të premten duket sikur kanë një frymë shpresë, një shpresë të vogël sot. Pas një pauze shumë shkurtër publicitare.